Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ajo hëngri ullin çdo ditë për një muaj dhe papritmas filloi të ndjente diçka që e befasoi. Këtë frut jo vetëm që janë të shijshëm, por përdoren gjithashtu edhe në ushqime. Janë edhe shumë të shëndetshëm për organizmin. Ullintë arriten nëpërmjet drunjve të quajtur Olea europaea, zakonisht në Afrikë, Azi dhe në disa vende të tjera tropikale. Ato janë të pasur me hekur, kalcium, fibër, vitaminën K dhe vitaminën E. Edhe ullintë e vendit ton janë gjithashtu shumë të shëndetshëm për organizmin. Nëse do të konsumoni të paktën një dorë me ullin çdo ditë, do të keni këto përfitime për trupin tuaj sipas Brightside. Do ta mbani më të lehtë humbjen e peshës. Kur ju konsumoni ullin, do të merrni një sasi të madhe të fibrës dhe lipideve të nevojshme për organizmin. Gjithashtu ullin përmirësojnë edhe me substancat të cilat bëjnë djegjen e kalorive të tepërta. Do të mbroni shëndetin e zemrës. Acidet yndyrore omega 3, të cilat gjenden te ullintë, janë edhe acidi oleik. Ky acid yndyror njihet për vlerat e tij dhe aftësinë për të zvogëluar kolesterolin dhe në përgjithësi për të parandaluar sëmundjet e zemrës. Do të keni një sistem imunologjik më të fortë. Ullintë përmbajnë antioksidant përkatësisht polifenole. Këto substanca bëjnë të mbrundur mbrojtjen e organizmit nga radikalet e lira të cilat dihet se shkaktojnë infeksione virale. Do të jeni më pak të rrezikuar nga disa lloje të komplikacioneve. Ullintë, përposhtë se bëjnë një mbrojtje të organizmit nga infeksionet dhe sëmundjet të tjera, është vërejtur se gjithashtu mbrojnë membranat dhe gjithashtu mund të ofrojnë edhe shumë përfitime në llojet e qelizave tuaja. Gjithashtu ato janë një zgjidhje shumë e mirë edhe për memorien tuaj. Polifenolet njihen për ndikimin e tyre në qelizat e trurit, me që rast ato vrasin edhe stresin dhe njëkohësisht ndikojnë në përmirësimin e memorjes. Në një lundtim të Departamentit të Neurologjisë, është vërtetuar se polifenolet e gjetura te ullintë ndihmojnë shumë në procesin e njohjes të personave të cilët kanë probleme neurodegenerative dhe çrregullime të tjera psikike. Do të keni një lëkurë më të shëndetshme nëse konsumoni vazhdimisht ullin. Ullintë përmbajnë acidin oleik, vitaminën E, të dyja këto përbërës të nevojshëm për një lëkurë të shëndetshme. Vitamina E ka funksione antioksidative të cilat mbrojnë lëkurën nga radikalet e lira që shkaktojnë dëme në lëkurë. Në përgjithësi, nëse ju keni dëshirë të humbisni në peshë dhe njëkohësisht të qëndroni të shëndetshëm, atëherë ullintë dhe vaji i ullirit janë zgjidhje e duhur ushqyese të cilën duhet ta keni të pranishme vazhdimisht në dietën tuaj, duke ndikuar kështu edhe në përmirësimin e imunitetit tuaj. Ullintë klasifikohen te frutat me bërthamtë të njëjtës familje botanike, ku përfshihen qershit dhe pjeshkët. Të dyja llojet konsiderohen të pasur me yndyrra të shëndetshme për organizmin. Në këtë video, sipas Brightside, do të rendisim përfitimet që keni nga konsumi i përditshëm i ullinjve. Ato përmirësojnë shëndetin e kockave. Një studim i fundit sugjeron se vaji i ullirit parandalon humbjen e masës kockore. Ndaj konsumi i ullinjve është shumë i rekomanduar edhe për kockat e forta. Ato ulin kolesterolin. Acidet yndyrore të ullinjve ulin kolesterolin e keq dhe rrisin kolesterolin e mirë. Largojnë dhimbjet. Studimet kanë treguar se ullintë ndalojnë zhvillimin e enzimave përgjegjëse për shfaqjen e inflamacionit dhe dhimbjes. Ato janë të pasura me antioksidant. Ullintë janë burime të shkëlqyer të biofenoleve. Këto antioksidant arrin të parandalojnë akumulimin e kolesterolit në enët e gjakut. Janë të pasura me baktere të mira për stomakun. Ullintë përmbajnë lactobacillus, një nga bakteret më të mira për stomakun. Sa më shumë baktere të mira të keni në stomak, aq më mirë do të jetë tretja dhe aq më pak inflamacione do të keni në organizëm. Ullintë janë efikas kundër rrullave. Ullintë përmbajnë acidin oleik që mban lëkurën të butë dhe të shëndetshme. Në fakt, ngrënia e ullinjve përmirëson paraqitjen e lëkurës dhe largon rrullat me të paktën 20%. Ato ulin rrezikun e diabetit dhe të mbipeshës. Ky frut me bërtham është i pasur me yndyrra mono të pangopura që ulin rrezikun e shfaqjes së diabetit të tipit 2 dhe mbipeshës. Kjo e mirë vjen nëse konsumojnë ushqime të yndyrshme dhe zgjidhni ullirin dhe nën produktet e tij. Ato ulin
oreksin e tepërt. Ullin të përmbajnë acide yndyrore monotopangopura që ngadalësojnë në tretjen dhe stimulojnë hormonet që janë në përgjegjësi për të informuar trupin që është i ngopur. Konsumi i ullinjve është shumë i rekomanduar sa më shpesh të jetë i mundur, dhe konsumi të paktën disa kokrave çdo ditë do t'i japë trupit tuaj më shumë përfitime. Kjo fal elementeve që ato kanë në përmirësimin e shëndetit tuaj dhe jo vetëm. Nëse dëshironi të konsumoni produkte të shëndetshme dhe me vlera super të larta ushqyese, atëherë shtoni ullinjt në dietën tuaj. Janë ndër ushqimet më të shijshme që sjellin përfitimet e duhura për organizmin. Ullinjt mbrojnë enët e gjakut, forcojnë sistemin imunitar. Sidomos ato të zinj janë me antioksidantë të shkëlqyer që veprojnë si një pastrues i trupit, duke u shkëputur nga shumë substanca të dëmshme. Ato ndihmojnë trupin të nxjerrë jashtë kolesterolin në mënyrë që të zvogëlohet edhe rreziku i shfaqjes së sëmundjeve kardiovaskulare. Ullinjt ju ndihmojnë në humbjen e peshës. Ullinjt përmbajnë yndyra të mira të cilat trupi ynë i ka të nevojshme. Këto yndyra nuk akumulohen në stacione yndyrore, kështu përdorimi dhe konsumi në mënyrë të reduktuar ju ndihmon në humbjen e peshës. Ullinjt janë një shtesë jashtëzakonshme për vaktet ose konsumi i vazhdueshëm i tyre, pasi do ju mbajnë të mbrojtur në mënyra të shëndetshme. Ato ju lehtësojnë dhimbjet dhe ulin inflamacionin. Si ullinjt, ashtu dhe vaji i ullirit përmbajnë antioksidantë të fuqishëm. Ullinjt gjithashtu përmbajnë përbërës të tillë si oleokantal. Ky përbërës është karakterizuar nga shija e tij e hillur me veti të tij të forta antiinflamatore. Ullinjt janë të rëndësishëm për flokët dhe lëkurën e shëndetshme. Ullinjt dhe vaji i ullirit kanë ndikime të mahnitshme në trupin tonë. Ato përmbajnë sasi të mëdha të acideve të pangopura yndyrore dhe omega-3, citojnë ekspertët e Healthline. Këto acide ushqejnë, ju mbrojnë, hidratojnë lëkurën dhe flokun tuaj. Përmbajnë vitaminën E, e cila ju mbron lëkurën nga rrezet ultravjollc. Vaji i ullirit e ushqen lëkurën dhe flokun tuaj. Ai përmirëson gjithashtu edhe sistemin tuaj tretës. Ullinjt janë ushqime të pasur me fibra të cilat janë të nevojshme për funksionin normal të sistemit tretës. Vitamina E dhe yndyrnat e pangopura pastrojnë zorrën nga radikalet e lira. Një filxhan me ullinj të zi përmban 17% të marrjes ditore të fibrave që ndihmon në përshpejtimin e humbjes së peshës dhe i siguron trupit tuaj të gjithë elementet e nevojshëm për një dietë të shëndetshme. Ullinjt mund të ofrojnë gjithashtu edhe shumë përfitime masive në shëndetin tuaj. Nëse nuk i preferoni t'i konsumoni si kokra, ashtu mund të zgjidhni edhe vajin e ullirit i cili mund të ofrojë të njëjtat vlera. Ku sipas Brightside do të rëndisim disa nga benefitet kryesore që ai ka në shëndetin tuaj. Një nga përfitimet më të mira të vajit të ullirit është shëndrimi i lëkurës suaj. Vaji i ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike, redukton skuqjen dhe entjen dhe mund të ngadalësojë shfaqjen e rrullave. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben si dezinfektues natyral. Ai ju ndihmon edhe në humbjen e peshës. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare e cila është e pasur me vaj ulliri ka efekte pozitive në peshën e trupit. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se konsumi i vajit të ullirit i ndihmoi ata në humbjen e peshës. Vaji i ullirit është i mirë për shëndetin e trurit. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit heq grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit që pinë rregullisht vajin e ullirit kanë një memorie më të mirë se ata që mbajnë një dietë me pak yndyrë. Vaji i ullirit përmirëson shëndetin e kockave. Ai ndihmon njerëzit që vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet me vajin e peshkut, një burim i pasur i acideve yndyrore omega-3. Përbërja që gjendet te vaji i ullirit, ekstra i virgjër përmirëson dhimbjet e kyçeve dhe ngurtësimet të mëngjesit të shkaktuar nga artriti. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.